sota që po shuhen, që vërtet, çfarë rëndësie ka që ti e shpall tjetrin pa fajshëm, kur e kalon 2 vjet, 3 vjet. 5 vjet burg, 4 vjet. E çfarë iku aty? Jo, me që po flasim për pagat, janë kosto financiare në kurisë të buxhetit të qeverisë. Edhe ky grupi shkencëtarëve, po të keni parasysh bënin ca ndryshime para një jave, po të keni që hynë në fuqi dha shumë të rëndësishme për reformën. Ligj privat. Do ishin 2 profesorë të shkollëve magjistraturës se kanë kalu vettingun apo jo. Po pse ky është problemi i popullit shqiptar sot. Pra bojnë ligje private për qëllime private që nuk ka lidhje se janë 2 pedagogë më shumë ose 2 pedagogë më pak. Ne ka tregon për fatkeq që edhe ligji që ka qenë i bërë ka qenë prapë privat. Po pra, ka qenë privat. Ligji privat. Atë ne bëjmë ligje për interesat caktuara apo për gjithë popullin shqiptar. Konstatohet që një pjesë e ligjeve të reformës janë bërë për qëllime private. Private, këtu është problemi, se ishin bërë për qëllime politike. Janë bërë për qëllime private dhe për gjueti shtrigash. Për gjuetri shtrigash, që 3 ai bëjë ky. Neve kemi ligj, janë gjithë barabartë para ligjit, ku dikujt i takon dhe ta kesh inat, i takon ti do ja japësh. Nuk ka rëndësi fare. Kurse standardet 2 fishe në vetike, shumë gjëra tjera. Tani ata bëjnë ligje private, thënë shkollën e magjistraturës nuk duhet rinë pedagogët që kanë dhënë dorëheqjen s'kan fut në vetting ose janë shkaku. Ç'lidhje ka kjo? Pse kjo ta ka sjell problemin e sistemit drejtësi. Nëse kjo ta ka vesh shkrije fare dhe ta zgjidhin këtë punë. Po burgjet që janë plot. Pse prej këtyre janë burgjet plot. Pra këtu të krijohet bindja, bëjnë ligje private. Dhe duhen parë mirë të mos kalojnë fusin ne ndërkombëtar në lojë aty. Ja, e kërkojmë ne këtë punë, shto i gjosh, shto ujë, shto mjell dhe bëjnë ligje të cilët nuk i shërbejnë popullit shqiptar, përkundërzi rëndojnë pasojat e mëtejshme të rënimit të sistemit gjyqësor. Kjo është. Rama ishte temi para se të merrte vendimi i gjykatës, bështe publik vendimi i gjykatës kushtetuese, doli dhe foli në emërimin e drejtuesit të ri të Akshit që vjen pas dorëheqjes ish drejtoresë e cila është në gjendje arresti shtëpiak. Dhe Rama foli për temi ato që quhej shuarjet njerëzish për shkak të efekteve të këtij temi revolucionit i cili nuk ka kthim pas. Tani puna e këtij revolucionit është që revolucioni drejt tani, kthehemi kjo shprehje e vjetër, në fakt drejt tani ka hëngur vetëm bitë vet. Pra, shikoni që në këtë deklaratë Ramës, por edhe në atë vendim gjykatës kushtetuese që i thotë qeverisë e jote është kompetenca, po ushtroje mirë, pra bëje ligjin tamam, mos bëj ligj që pastaj të hapi vend për abuzime, për fryrje fatura, si thot Nura etj. Pra, mendoni që tek ky shëndrim, tek kjo deklaratë e Ramës, tek disa lëvizje të fundit të mazhorancës, mazhoranca mund të fund por efekton dhe po thotë, okay, tani është momenti të rrim përballë elefantit që e kemi ulur në dhomë dhe ta zgjidhim këtë problem. Kjo ideja juaj, shprehur nga ju, është që se revolucioni do të hajë bitë e vetë, që është një ide sigurisht e vjetër, por do vazhdoj të ketë vend në jetën tonë politike, në jetën tonë sociale, në jetën tonë kulturore, ligjore, etj. Më shumë sa sekund kam përshtypjen se pasqyrohet pikërisht në çështjen që po diskutojmë sot. Pse ndodh kjo gjë dhe pse do të ndodhë?